Ishte mesnat në shtëpi. Ora mbi mur kishte kaluar prej kohësh 12, por askush nuk flinte vërtet. Dritat ishin zbehur, zhurmat ishin shuar, dhe vetëm zëri i shiut që binte mbi xhamat e mëdhenj krijonte një ritëm të njëtrajtshëm, pothuaj hipnotik. Obori ishte bosh, i lagur, i ndriçuar vetëm nga reflektimi i dritave që pasqyroheshin mbi pllakat e shndritshme. Alba rrinte pranë derës së xhamit që të nxirrte jashtë. E shikonte shiun me një lloj qetësie që rrallë ndjente brenda asaj shtëpie. Atje brenda gjithmonë kishte zëra, kamera, shikime dhe sidomos praninë e Dolces, që për Alben ishte bërë një peshë e padukshme, por e vazhdueshme. Limi ishte ulur pak më tej në divan me shpinën e mbështetur dhe syt drejt televizorit të fikur. Mendja e tij ishte larg, por Alba e dinte që ai e ndjente çdo lëvizje të saj. Ajo u kthye nga ai, mori frym thellë dhe foli me zë të ulët, sikur mos të donte të prishte qetësinë e natës. Limi, tha. A vjen pak jashtë? Ai ktheu kokën ngadalë. Tani? Pyeti. Po. U përgjigj ajo. Në obor. Vetëm ne. Po bie shi. Është qetë. Mund të rrim pak, larg të gjithëve. Ai e pa për disa sekonda pa folur. Shiu vazhdonte të binte, i pandërprer, sikur po i ftonte edhe ai të dilnin. Alba ju afrua edhe pak, këtu brenda s'po marr frym. Shtoi ajo. Gjithçka dëgjohet, gjithçka shihet. Jashtë është ndryshe. S'ka Dolce, s'ka zëra, s'ka asgjë. Vetëm qetësi. Limi uli syt. Gishtat i shtrëngoi lehtë mbi gjunjë. Alba, tha më në fund. Nuk është ide e mirë, ajo ndaloi. Pse? Pyeti. Vetëm të rrim. Të dëgjojmë shiun. Nuk po të kërkoj asgjë tjetër. Ai u ngrit pak në divan, sikur po përpiqej të gjente fjalët e duhura, sepse këtu brenda asgjë nuk është vetëm. Tha. Çdo gjë merr kuptim. Çdo gjë interpretohet. Alba buzëqeshi lehtë, por buzëqeshja e ishte e lodhur, po ti gjithmonë flet për interpretime. Tha. Po ne ku mbetemi? As kemi të drejtë të jemi dy njerëz që rrinë në heshtje? Ai u ngrit në këmbë dhe ju afrua derës, por nuk e hapi. Shiu përplasej fort mbi xham. Unë po përpiqem të të mbroj. Tha. Edhe veten time, nga çfarë? E pyeti Alba. Nga ajo që ndjejmë apo nga ajo që mendojnë të tjerët? Limi heshti. Kjo ishte pyetja që e shqetësonte prej ditësh, nga të dyja. Tha më në fund. Sepse në këtë shtëpi, ndjenjat bëhen armë. Dhe unë s'dua të hyj më në atë lojë. Alba e pa gjatë. Sytë e saj shkëlqenin pak, ndoshta nga drita, ndoshta nga diçka tjetër. Atëherë rri këtu. Tha me zë të butë. Unë do ta shijoj shiun vetëm. Ajo u kthye drejt derës, e hapi ngadalë dhe doli në obor. Ajri i ftohtë i natës e përfshiu menjëherë. Shiu i lagte flokët, por asaj nuk i interesonte. Qëndroi aty në qiellin e errët, duke dëgjuar zhurmën e shiut që mbulonte gjithçka tjetër. Nga brenda, Limi e shikonte përmes xhamit. Nuk lëvizi. Nuk doli. Qëndroi aty, mes dëshirës për ta ndjekur dhe frikës për ta bërë hapin. Mes tyre ishte vetëm një derë xhami. Por ajo dukej më e rëndë se çdo mur në atë shtëpi, dhe shiu vazhdonte të binte, i qetë, i pandikuar nga refuzimet njerëzore. Në kuzhinën e shtëpisë së Big Brotherit mbretëronte një qetësi e çuditshme. Nuk ishte ajo qetësia e zakonshme e mëngjesit, por një heshtje e rëndë, e mbushur me fjalë të pathëna. Kamera lëvizte ngadalë, sikur edhe ajo po kërkonte diçka që ende nuk kishte shpërthyer. Labinoti ishte ulur në tavolinë, me filxhanin e kafes përpara, por pa e prekur. Syt i kishte të ngulur te Eliona, e cila rrinte pak më tej, duke rregulluar flokët para pasqyrës, sikur po shmangte çdo kontakt. Eliona, tha ai më në fund, duke thyer heshtjen. Zëri i tij ishte i qetë, por pyetja i rrinte pezull në ajër. A ke pa Hajrim Klodin? Eliona ndaloi lëvizjen. Pasqyra i tregoi fytyrën e saj për një sekond më gjatë se ç'kishte dashur. Pastaj u kthye ngadalë nga labinoti. Çfarë do me thënë kjo? Ja ktheu. Hajrim në çfarë kuptimi? Labinoti u mbështet pas karriges, po flitet shumë. Tha. Brenda këtu fjalët ecin më shpejt se njerëzit. Ti rri shumë afër me të. Po pyes thjesht, a ke pa Hajrim Klodin, apo është thjesht lojë? Kamera kapi një buzëqeshje të lehtë në fytyrën e Elionës, por syt nuk i qeshen. Brenda kësaj shtëpie gjithçka është lojë. Tha ajo. Edhe pyetjet, ai tundi kokën, mos mu shmang. Tha.
E di që kur të dalim nga shtëpia, gjërat s'do të jenë më si këtu brenda. Eliona mori frym thellë. Kur të dal nga shtëpia, do e shohim, tha qartë, pa ngritur zërin. Jashtë është një botë tjetër. Këtu brenda gjithçka është e kufizuar, muret, fjalët, edhe ndjenjat. Në atë moment, Klodi u shfaq në prag të kuzhinës. Nuk foli. Vetëm qëndroi aty, sikur e ndjente që po flitej për të. Prania e tij e ndryshoi menjëherë atmosferën. Labinoti e pa drejtë në sy. Ja ku është, tha. Flasim hapur apo vazhdojmë me nënkuptime? Klodi ngriti supet. Unë s'kam asgjë për të fshehur, tha. Çdo gjë që bëj këtu është para kamerave. Nëse dikush sheh diçka tjetër, është interpretim. Eliona ndërhyri, kjo është pikërisht problema e kësaj shtëpie. Çdo gjë interpretohet. Një shikim bëhet histori, një bisedë bëhet strategji. Labinoti u ngrit në këmbë, po publiku nuk sheh gjithçka, tha. Ata shohin copëza. Dhe ne jetojmë me pasojat e atyre copëzave, një heshtje tjetër. Klodi u largua ngadalë, duke lënë pas një tension të pashprehur. Eliona e ndoqi me sy, pastaj u kthye nga Labinoti. Ti po më pyet për Klodin, tha ajo. Por ndoshta po flet për frikën tënde. Frikën se dikush tjetër po zë hapësirë në këtë lojë. Labinoti buzëqeshi hidhur. Big Brother nuk është vetëm lojë, tha. Është pasqyrë. Dhe jo gjithmonë na pëlqen ajo që shohim. Diku në sfond dëgjohej zëri i Big Brotherit që njoftonte një aktivitet të ri. Sikur të donte t'i shpërqendronte nga tensioni. Por fjalët tashmë kishin mbetur pezull. Eliona u largua drejt dhomës së gjumit, duke thënë edhe një herë, kur të dal nga shtëpia, do e shohim. Këtu brenda, gjithçka është provë. Kamera mbeti te Labinoti, i vetëm në kuzhinë, duke parë filxhanin e kafes që ishte ftohur. Loja vazhdonte, por pyetjet po bëheshin gjithnjë më personale. Nuk di nga të filloj, por dua që çdo fjalë që të shkruaj të mbaj brenda të gjithë atë që ndjej për ty që kur të kam njohur, ka diçka tek ti që më bën të harroj kohën dhe vendin ku jam. Çdo gjë përreth duket më e qetë kur e di se ti je aty, duke buzëqeshur, duke folur me atë zërin tënd të butë që mund të më mbaj zgjuar gjithë natën. Më duket e pabesueshme që sonte do të jemi bashkë, vetëm ne të dy, larg çdo shqetësimi dhe zhurmë të botës. Vetëm ti dhe unë. Kam imagjinuar këtë natë që nga momenti kur e mora këtë ftesë në mendje. Do të jetë një natë ku mund të qeshim, të flasim për gjithçka, për ëndrat që na trembin, për planet që duam të realizojmë, për ato çaste të vogla që bëjnë jetën të ndjej më të madhe. Më duket se një pjesë e ditës ka qenë gjithmonë duke pritur këtë moment, sikur universi ka punuar vetëm për të na sjellë këtu. Tani që kjo po ndodh, dua të shijoj çdo sekondë. Dua që të shoh sytë e tu, të ndjej dorën tënde, të dëgjoj frymëmarrjen tënde pranë meje, dhe të di se nuk jam vetëm në këtë botë. Ti je një vajzë fantastike, Aurore. Nuk është vetëm bukuria jote që të bën të veçantë, edhe pse nuk mund të mohohet se është magnetike. Është mënyra se si qesh, mënyra se si dëgjon, mënyra se si bën çdo gjë të duket më e thjeshtë dhe më e bukur. Është ajo ndjesia e qetësisë që sjell pranë vetes, sikur gjithçka tjetër mund të presë për pak, dhe momenti me ty është i gjitha çfarë ka rëndësi. Mund të flasim për muzikë, për filma, për librat që na kanë lënë gjurmë, për ato gjëra që na bëjnë të qeshim pa ndonjë arsye të madhe. Mund të rrim vetëm duke folur për asgjë, dhe unë do të jem më i lumtur se kurrë. Sepse në ato çaste, çdo gjë tjetër humbet rëndësinë e saj dhe mbetet vetëm ti dhe unë, dhe më duket e çuditshme, por kur mendoj për ty, shpirti im ndihet sikur po kërcen pak nga lumturia. Ka një lloj drite që ti sjell tek unë, një lloj energjie që nuk e kam ndier me askënd tjetër. Dhe natën e sotme, dua ta ndaj këtë ndjesi me ty, dua të shoh se si sytë e tu ndriçojnë në errësirë, si buzët e tua buzëqeshin kur asgjë nuk është e nevojshme përveç pranisë. Kam menduar se kur jemi bashkë, kohës i humb kuptimi. Minutat dhe orët nuk kanë rëndësi. Vetëm momenti ka rëndësi. Dhe tani që e dim se do të jemi vetëm ne, ndihem sikur çdo gjë tjetër ka ndaluar, si një fotograf i gjallë që nuk ka nevojë për prekje për të jetuar. Aurore, natën e sotme dua që të ndjejmë gjithçka bashkë. Të ndjejmë qetësinë e natës, të ndjejmë ngrohtësinë e një tjetri pranë vetes, të ndjejmë se jemi të dy pjesë të një tregimi më të madh se vetë ne. Dhe nuk ka nevojë për fjalë të shumta, sepse një shikim, një buzëqeshje, një prekje e thjeshtë mund të thotë gjithçka. Ti je një vajzë fantastike, dhe unë ndihem me fat që e kam pranë. Ndoshta kjo natë nuk do të harrohet kurrë, dhe ndoshta nuk kemi nevojë të flasim për atë që do të ndodhë nesër.
sepse për momentin gjithçka që ka rëndësi është të jemi bashkë, duke shijuar njëri tjetrin, duke qeshur dhe duke krijuar kujtime që do të zgjasin më shumë se çdo fjalë, dhe ndërsa nata avancon, dëshiroj të jem aty për çdo ndjesi tënde, për çdo mendim që të shfaqet, për çdo frymëmarrje që më tregon se je pranë. Kjo natë është e jotja, e imja, e jon. Dhe nuk ka gjë më të bukur se kjo ndjesi e përbashkët e qetësisë, lumturisë dhe eksitimit. Aurore, shpresoj që kur të shohësh këtë mesazh, të ndjesh pjesën e vogël të asaj që unë ndjej për ty dhe natën e sotme, kur të jemi bashkë. Dua që të ndjejmë çdo sekondë si një moment të veçantë, sepse kjo natë është vetëm për ne.